Rrugës duke ecur, një njeri i urtë gjen një gur të çmuar. E merr atë e fut në çantën e tij dhe vazhdon. Më pas takon një udhëtar të lodhur dhe shumë të urritur. Njeriu i urtë e hap çantën, e merr ushqimin e tij dhe e jep udhëtarit. Udhëtari i urritur e vren gurin e çmuar dhe e pëlqen shumë, kështu që i lutet njeriu që t'ja jep. Njeriu i urtë e bën këtë pa hezituar fare. Udhëtari i gëzuar e harron urinë dhe lodhjen që i kishte kapluar, sepse e dinte se ky gur kishte vlerë të mjaftueshme për t'i dhënë atij siguri për tërë jetën. Por, pas disa ditësh, udhëtari kthehet duke e kërkuar njeriun e urtë. Pasi e gjen, ja kthen gurin e çmuar dhe i thot: "E di shumë mirë se sa i vlefshëm është ky gur, por dua ta kthej atë me shpresë se do të më jepni diçka më të vlefshme. Dua të më jepni atë çka ju shtiu ma jepni këtë gur të çmuar."